nëse do të hiqet Abdi Gjiko, a ke mendu të kandidosh? Këtë farë pyetjen tonë dhe kërkesën e kom pas të ditë shumë nga qytetarët, por jashtë këtu po deklarona dhe ti e more këtë mundësi ti e para që nuk do të kandidohem, edhe pse jam shumë e gatshme dhe kom qenë si që dini të gjithë, e gatshme gjithmonë të shërbej Lidhjes Demokratike Kosovës, por nuk jam kandidate, nuk do të jam kandidate. Unë kam natyrisht mendimet dhe qëndrimet e mia. Ne duhet vendosim të shtunden ashtu me shumicë siç mendon kuvendi, dhe për këtij kuvendi parimet edhe ai pritja jeme është ne dalim të unifikuar nga ky kuvend më shumë se kur, sepse na bën një përvesh punës shumë seriozisht për t'i dalë balë një subjekti politik që tashmë ka marrë 51%, i cili me këtë votë ka shtetel është duke e rrezikuar seriozisht rendin kushtetues në vend, dhe prandaj nuk duhet ta konsiderojmë ne si LDK fitore LDK-s vetëm të LDK-s, por ne duhet punojmë shumë që t'i ofrojmë një fitore Kosovës, sepse vërtet Kosova ka shumë nevojë për një qeverisje dinjitoze, një qeverisje që nuk kalkulon çdo proces shumë të rëndësishëm për vendin.